Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës. Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16. Përshëndetje. Në Bruksel sot mbahet konferenca e 8 ndërqeveritare Shqipëri-Bashkimi Evropian, një zhvillim i konsideruar si ndër momentet më të rëndësishëm në procesin e integrimit evropian të vendit. Takimi pritet të shënojë një etapë të re në negociatat për anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, duke hapur rrugën drejt fazës përmbyllëse të bisedimeve me Unionin. Sot në Bruksel, ku Bashkimi Evropian pritet të çelë zyrtarisht fazën e mbylljes së kapitujve të negociatave, Shqipëria përfaqësohet nga kryeministri Edi Rama, i cili më herët mori pjesë në një konferencë kushtuar digitalizimit. Teksa theksoi se Shqipëria hyn në një etapë të re të integrimit evropian, shefi i qeverisë deklaroi se vendi ka përmbushur piketat e ndërmjetme dhe tani nis faza e mbylljes së negociatave me Bashkimin Evropian. Ndërkaq që digitalizimin dhe reformën e pronës, Rama i cilësoi si kyçe në këtë proces. Ndërsa konferenca ndërqeveritare është vetëm pak orë larg e planifikuar të nisë në orën 19:30, reagoi opozita. Kreu i grupit Demokrat Gazmend Bardhi tha se Shqipëria po hyn në fazën më të rëndësishme të procesit të integrimit me më shumë kushte dhe mosbesim nga Bashkimi Evropian. Pas 13 vitesh qeverisje, Shqipëria nuk po hyn në fazën më të rëndësishme të negociatave me më shumë besim nga Europa, por me më shumë kushte, më shumë mosbesim dhe më shumë sinjal alarmi. Partia Demokratike dhe grupi parlamentar i Partisë Demokratike nuk do të humbas kohë me retorikë boshe politike, por do të nisë përkthimin në akte konkrete të disa prej kushteve që Bashkimi Evropian i ka vendosur Shqipërisë si pasojë e keqeverisjes së Edi Ramës. Erdin Saliani sulmoi procesin zgjedhor në Partinë Demokratike duke e cilësuar një farsë të kontrolluar nga Sali Berisha. Ish deputeti pretendoi se pjesëmarrja reale ishte shumë më e ulët nga sa u raportua dhe akuzoi drejtimin e Partisë Demokratike për shkelje të statutit dhe mbytje të garës brenda partisë. Një prej farsave më të shëmtuara që ka prodhuar historia e pluralizmit politik në Shqipëri. Sipas monitorimit që kemi bërë në çdo deg të Partisë Demokratike, nuk kanë marrë pjesë në gjithë Shqipërinë më shumë se sa 5.000 anëtarë. Do të jem në Partinë Demokratike, do të vazhdoj betejën brenda Partisë Demokratike. Unë Partinë Demokratike nuk dua ta çoj në proces gjyqësor. Dua që ta zgjidhim me proces politik, me vot. Do të jem me demokratët e Tiranës ditën e premte dhe do ju faktoj që jemi në regjimin Rama Berisha. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. Në seancën e parë me trupën e regjykuese, mbrojtja e kryebashkiakut të Tiranës sot ngriti sërish shqetësimin se procesi gjyqësor ndaj Veliajt po zhvillohet në kushtet kur ai nuk është njohur plotësisht me dosjen dhe provat e spakut. Avokati Plarent Ndreca deklaroi në sallë se 24 fashikuj nuk i janë vënë ende në dispozicion në paraburgimin e Durrësit dhe se mungojnë edhe provat digjitale të dosjes. Seanca e radhës do të mbahet më 10 qershor. Një operacion i përbashkët mes Spaku dhe antimafias italiane të Barit ka goditur një grup kriminal që vepronte mes Shqipërisë dhe Italisë. Janë ekzekutuar 14 masa sigurie, ndërsa hetimet lidhen me vrasjen e parukierit italian Francesco Di Viesti me një skem të dyshuar të pastrimit parave përmes Tiranës. Mes lotësh dhe dhimbjes, qindra qytetarë i dhanë lamtumirën 7 vjeçarit Algit Samuri, i cili dje humbi jetën tragjikisht në aksin Elbasan-Librazh. Banorët e zonës e cilësojnë segmentin si rruga e vdekjes dhe kërkojnë masa urgjente për sigurinë. Drejtuesi një motori mbeti i plagosur në mesditë në një aksident në aksin Lezhë-Shkodër pranë fshatit Goca. I mësohet se motori goditi nga pas një automjet, i lënduari u transportua në spitalin e Lezhës. Ndërkaq në Fier një automjet u përfshi nga flakët. Makina ishte në lëvizje kur drejtuesi pikasi praninë e tymit e doli menjëherë para se automjeti të përfshihej nga flakët. Në vend ngjarje shkua në shërbimet zjarr fikse. Paraprakisht dyshohet se shkaku bën një shkëndijë elektrike. Top Albania Radio. Kryetari i komunitetit shqiptar musliman Bujar Spahiu uroi të gjithë shqiptarët një ditë para festës së Kurban Bayramit. Kleriku përsolli mesazhe për paqe, mirësi, solidaritet dhe harmoni mes njëri tjetrit. Kurbani nuk është vetëm një ritual fetar, ai është një akt solidariteti, ndarjeje dhe kujdesi për tjetrin. Në një kohë kur bota përballet me sfida të shumta, konflikte, pasiguri dhe vështirësi sociale, mesazhi i Kurban Bayramit merr një rëndësi edhe më të madhe. Kemi nevojë më shumë se kur për mirëkuptim, dialog
respekt dhe bashkim mes njerëzve. Qindra mijëra besimtar mysliman janë mbledhur në malin Arafat në kulmin e pelegrinazhit të Haxhit në Arabinë Saudite. Mes temperaturave të larta dhe masave të forta të sigurisë, pelegrinët kryejnë ritualet më të rëndësishme të një prej 5 shtyllave të Islamit. Lajme nga bota. Edhe pse dihet çmimi i naftës posoj rënje për shkak të shpresës për një marrëveshje të mundshme mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës e Iranit, duket se sulmet e reja amerikane në Republikën Islamike në zonën e Ormuzit kanë sjellë frikë në tregje. Sipas mediave ndërkombëtare, nafta e papërpunuar Brent po kthehet drejt nivelit $100 për fuqi, duke u rritur me 2.5% sot në $98.57. Negociatorët amerikanë dhe iranian janë në Doha për të diskutuar një fund të mundshëm të luftës tremujore pasi presidenti Trump deklaroi fundjavën e kaluar se një marrëveshje paqeje me Iranin është negociuar kryesisht. Forcat amerikane sulmuan vendet e raketave në Iranin jugor dhe anijet që përpiqeshin të vendosin mina, gjë që ka krijuar disa dyshime se një marrëveshje është vërtet afër. Tregjet financiare janë të ndjeshme ndaj tensioneve në lindjen e mesme, sepse rajoni është një nga zonat kryesore të prodhimit dhe transportit të naftës në botë. Duke e komentuar sulmet pranë ngushticës së Hormuzit, sekretari i shtetit Marco Rubio theksoi rëndësinë strategjike të korridorit detar për tregtinë ndërkombëtare. Ai tha se ngushtica duhet të jetë e hapur dhe do të mbetet e hapur në një mënyrë ose në një tjetër. Ndoqët një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës. Edicioni informativ i radhës është në orën 17. Unë jam Erisilda Doko. Unë jam Edi Hallaçi. Kjo është Top Albania Radio.